Okej, tani. I radhës është nga skuadra jote Genci dhe është Elbuniti. Elbuniti. Yes, baby. Elbuniti, të cilit unë i kam thënë gjithmonë Elbutin. A ti pas ke faj, okej. Elbuniti, i cili sonte këndon një prej këngëve të mia të preferuara dhe po ashtu të shumë prej atyre që rëmoj në YouTube për të gjetur muzikë cilësore. Trouble të Ray LaMontagne. E dëgjoni me njëherë pas klipit të Elbunitit dhe shohim bashkë. Ku je bre? Qeba? 2 saat për presim apo? Falë. Pa hajt kjo gitare non-stop e ki me veti, po tash e pas ke shtu edhe një rekvizit. S'kam zgjidhje tjetër. Qa është kjo? Është libër i fakultetit. Fakultetin? Për një me është anatomia 2. E qka do mu boti? Anatoma? Halo se di. Mjeka? Mjek diçka veç. Se di halo kështë barë sakt qka se kem halo zgjidhje. E pa besuar. Beson kur të kom dizgju edhe kur të kom pa për herë parë, seni i fundit që më kishkun men, është se ti dhe unë bu mjek ose që je mjek. S'po më pëlqen që je mjek se dush me qenë muzikant, po një të mire ka ajo punë se e vrava krahën parës, kur rash aty, a mundesh me këshyrë vish pak? Ku po të dhamë? Qëtu? Të një gjitje ashtit që të bëhet në ashta që i ranë krana i sene, po të reflektohet të musli. Po kam frikë nëse Ose fillon me kemi vrisë shumë apo? e sene. Apo? Okej. Pavarësisht që po do në më bu mjek ose që je mjek, unë për një me prapë shumë isha mërzit mos kisha arto. Shumë sinqerisht kom thonë aty në blajnë. Nëse ti s'ki më arto unë sot, për një me kom më mërzit. Presion psikologjik. Se mërzitet Genci. Mu merr mirë, shumë mirë kur e ktheve se kom pas ndo mendjen shumë a herët që më arte te jo veç pse mërzitja adet, po Më thonë nuk kona është vendos shumë. arsyeja pse ti ke ardhur për me më ashtu me më kursy më prej mërzitjes më. Okej, pas të një sinqert, super. Shumë nice. Okej. Po mu kum ki tranu, kum ki call është me dotër. Ajo performancë ka qenë fantastike. Faleminderit, jo mënu me epë që aty sa ko mujt, ashtu emocionalisht ma shumë se sa në vokal, po tash. Shumë mirë ka dalë. Ton preset një, non-stop je me naj gitare, me naj qantë, tash edhe librin, api hek, lut, na veç largoj man ato. Hajt, se s'po mëj me po. E postër. Kjo kohë deri tash në Voice ka kalu shumë shpejt, mirë po kur shumë rapa, e shoh që kom pas eksperienca shumë të mira edhe kom ndje emocionet shumë mëdhaja. Mirë po tash janë të live dhe ato ndjenja që i kom një ma heret, gëzimin që i kom një ma heret dhe përgjithsinë që i kom një ma heret, veç kanë më rritë dhe kanë me vazhdu ma tutje. E shpresoj që kom me vazhdu sa ma larë. Elbuniti është artist. Mu më fascinon se këndimi i ti është tepër i sinqert, shumë intensiv, emocionalisht. Është perfekcionist Elbuniti edhe ai ka nevojë patologjike me përvecu materialin dhe njihet shumë keq me ndizhu dikush ku performu nëse nuk është gati. Ose nëse ai mendon se. Hey, mos e harroj sto, viç hape fytin, mos u shtrëngo hiç. Edhe viç qite zonën. Mos e rezisto. Sidoqoftë për mu sani kryesor lidhe me Elbunitin është që është një artist i frikshëm, me të vërtet kur del Elbunitin s'ke të bën me harru për tjerë. E ka këtë fuqi edhe publiku ka reaguar ndaj kësaj fuqie, kështu që ne po shpresojmë që Elbuniti ka me mujt me mbledh hala, me mobilizu hala publik derisa jemi tu drejt finalit tuaj. Mos u impenjo shumë, mos i jep shumë, s'ki nevojë, ajo po del nota. Plus mundesh me bo ka një I've been saved me shku poshtë. Apo vën? Vesh kështu me kalu në për to, na njonën prej herëve. Konga që kom me knu tash është një kongë që më përshtatet për afërsisht me stel, mirë po normal që duhet me sfidu vetën dhe duhet me marrë materialet që bojnë me bo diçka ma shumë se sa që ke bo ma herë, dhe me thënë bojnë me dalë pak jashtë vetës dhe me tritë si person. Trouble been dogging my soul since the day I was born. Worry is where we just will not seem to leave my mind alone. And I've been saved.
Oh, trouble, 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 trouble. It seems like every time I get back on my feet, she come around and knock me down again. Worries, oh, worry, 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 worry. Sometimes I swear it feels like this worry is my only friend. And I've been saved by woman. And I've been saved by woman. And I've been saved by woman. She won't let me go. She won't let me go now. She won't let me go. She won't let me go now. She good to me now, give me love and affection. Said she good to me now, she give me love and affection. Said I love her, yes I love her. Said I love her, yes I love her. She good to me now, give me love and affection. Says she good to me now, give me love and affection. El Buniti këndoi Trouble. E pak në te. Wow, unë nuk e di ky sidoqoftë e kishte ngjyrosur pak Enkas këngën apo jo? Po, ja kom përshtat pak vetës. Do me thonë e kom ndryshu pak, që shmu ka dok mu që mu e me një ma mirë që është. Okej, tani, nëse mundesh të më arrish mua këtu, del kitara, okej. Shkojmë ke Sidriti. Hajde një për? Ate shkojmë kësi driti. Mario Mbanti, të vi unë aty, do me thënë të... Okej. Sa bukur Mario, po. Marshalla, shumë bukur. Atëherë, kam folë me superlativa për Elbunitin që kur kemi qenë në audicionet e fshehura. Që kur e ke dëgjuar për herë Po të dhe parë. Genci e di shumë mirë, kam thënë, qa ishte ky si këngëtar studioe. Më pëlqen shumë sepse krijon një aureol rreth vetvetes, me qetësinë e tij, nuk i lviz as qerpiku, qeshi vetëm sekondin e fundit mbasi mbaroi akordi i fundit. Mund të them shqyr që qeshi ky njeri, u desh të vinim deri tani që ky të qeshte se nuk ishte qeshur kurrë. Po, jo, i kanë bërë oferta në fakt për filma horror, në fakt. Ah, okay. Po, Edhe por i ka kanë përshtypjen kërkuar, që do t'i gjen një Dalila që ti pres flokët si Samsonit, se këti ja preu Dalila vet. Shkun. Okej. Gjithmonë më surprizon është në ato ujërat e tia, në atë ndjesin që i ka krijuar me veten, kur ka kitarën është edhe më intim. Po, sepse është më i plot, kështu që... Pikërisht, Alma. plotësohet. Te Elbuniti çmoj një gjë që këngëtarët jo të gjithë e kanë. Është i kompletuar. Do me thonë, tek Elbuniti shoh një vokal shumë të bukur, një kristal, një zë me cilin luan, sepse ka mundësi që të luaj me zërin e tij, dhe bashkë me gitarën ky e bën një tërësi. Nuk kam pa, do me thonë, një artist kaq të kompletuar. Komplimente. Jonida. Në fakt është më së drejtë ajo që tha Alma, që ai ka një intuitë artistike, cilën e përçon më së miri, edhe ky material me të vërtetë është shumë i vështirë, ja ka përshtatur vetes, më pëlqen shumë timbrika, e kam thënë gjithnjë. Mund të them me plot gojën Genci që është ndër të preferuarit e mi të grupit tënd. Faleminderit. Genci është një lloj kameleoni Elbuniti, do me thënë çdo lloj këngë që merr e bën pak i vesh pak fytyrën e vet, flokët e tij. Ky është artist. Unë kam shumë kolegë që këndojnë, miq. Elbuniti është një prej kolegëve të mi që ish më mas shumti.
Jo, s'po thëmë qa ma sësoj, s'kom qa me thonë. Pas kësaj vërtet s'ka qa me thonë edhe njëherë për El Buniti.